Serbët po kalojnë një tetor mjaft të ngarkuar pas humbjes 0-1 ndaj Shqipërisë. Radhën për t'u sulmuar ka presidenti i FIFA-s Gianni Infantino, i cili së fundmi kishte një vizitë në Kosovë. Mediat dhe tifozët serb po kapen me deklaratën e Infantinos për sa i përket disa futbollistëve që mund të ishin pjesë përfaqësuese së Kosovës. Shaqiri është përmendur si shembull pasi ka ruajtur lidhjen e fortë me Kosovën. Për shumë lojtarë nga Kosova që kanë lindur dhe janë rritur jashtë vendit, sigurisht që ka pasur shumë ndikime dhe histori të ndryshme, siç e dini shumë prej tyre kur Kosova nuk njihej ndërkombëtarisht luanin për ekipin kombëtar të Zvicrës, për shembull si Xherdan Shaqiri dhe të tjerë. Ata ishin ndër lojtarët më të mirë që mund të luanin ndonjëherë për Kosovën, por Kosova në atë kohë për fat të keq nuk njihej ndërkombëtarisht. Të gjithë këta lojtarë ndjejnë një lidhje të fortë me Kosovën sepse prindërit e tyre u detyruan të shpërnguleshin në një vend tjetër. Megjithatë, ata u rritën dhe janë ende shumë të lidhur me vendin e tyre, shprehej Infantino. Kjo deklaratë ka prodhuar reagime të shumta, së fundmi në Serbi. Fjalët e tij shikohen si skandaloze edhe pse asgjë nuk është e çuditshme në deklaratat e presidentit të FIFA-s.